Në zonën e Leposaviqit, atje do denoncojmë një rast problematik, i cili kishte potencial të shkaktonte probleme serioze dhe ndërretnike. Pas ngjarjeve të vitit 2021 në zonën e Bistricës, në rrugën Mitrovic-Leposaviq, policia e Kosovës ndërtoi një 9 stacion të policisë. Kjo pikë përdoret si një pikë kontrolli policor, ku kontrollohen raste makinat që lëvizin në këtë zonë. Pika u bë problematike pasi në një rast një qytetar serb u plagos nga një polic, i cili tashmë është dënuar për ngjarjen. Në ndërkohë, në raportimet në media që shpërndajnë dezinformata, kjo pikë u kritikua në vazhdimsi si një pikë problematike, në të cilën qytetarët serb maltretohen gjatë ndalesa nga policia. Me datën 13 janar, një qytetar me emrin Sasha Blazhić kishte dhënë një intervistë për Kosova Online. Ai aty denonconte se djali i tij ishte sulmuar në postbllokun e Bistricës. Sipas deklaratës së tij, djali i tij ishte keq trajtuar dhe goditur nga zyrtarët policorë në këtë pikë. Želim na početku odmah da vam kažem, ne želim ništa da dodajem, da se pravdam da ovo dete je snimljeno tu, ima vidljive povrede. Zaustavili su ga u Bistricu kako mi je dete objasnilo i Vukašin kako mi je rekao, dao im je lepo normalna dokumenta, ima vozačku, ima saobraćajnu, sve je to regularno bilo. Međutim, jedan od tih njegovih drugara na telefon je imao neki znak od zvezde pozadi sa grbom Republike Srbije. Uzeli su telefon od tog deteta, 13 godina dete ide, napominjem da je dete maloletno. Uzeli su mu telefon, rekli mome sinu, uzmi skini ovu nalepnicu, odlepi, Vukašin mi je rekao, ne, prvo su ga pitali, kaže, možda nam prevedeš na engleskom šta znači ovo? Vukašin mi je rekao na engleskom da je to grb od nekog fudbalskog kluba, neki ded, ne znam, nemam predstavu šta je bilo na toj nalepnici. On nije hteo Vukašin da uzme tuđi telefon. Pa ovaj mali rekao, policajac taj sa fantomkom, kako mi Vukašin priča. Uzeo je telefon, odlepio je nalepnicu, gađao mi Vukašina u facu i moje dete su kratkih rukava izveli prema tamo da imaju onaj ograđeno betonski stub, hvatili ga za ruku, vukli ga do tamo, tu su ga pretresali, šutirali, bacili mu dokumenta u kola i rekli su mu da može da nastavi put. Nën stacioni i policisë në urën e Bistricës është një hapësirë monitoruar 24 orë nga kamerat e sigurisë. Pas denoncimit, hetuesit e IPK-s dhe Prokuroria e Mitrovicës kishin kontaktuar me familjarët dhe kishin marrë deklaratat për lëndimet. Në spital, ankuesi kishte pretenduar se ishte lënduar nga pjesëtarët e policisë. Kjo ngjarje është filmuar në tërësi nga kamerat e instaluar të nën stacionit. Ne kemi arritur të sigurojmë pamjet e kësaj ngjarje, të cilat verifikojnë një situatë tjetër. Pamjet e cilat i kemi siguruar janë të gjata 6 minuta e 57 sekonda. Aq kohë duhen policisë të zhvillojë kontrollin rutinor të makinës. Siç shihet në pamje, makina ndalohet sipas procedurar. Shoferit i kërkohen dokumentat dhe i kërkohet ta hapë bagazhin.
Pasi përfundon kjo procedurë, policia e nxjerr jashtë edhe 2 udhëtarët e tjerë. Të gjithë kontrollohen në kontroll fizike nga një polic i cili nuk ka armë të gjatë. I gjithë kontrolli përfundon pa asnjë rezistencë, shtyrje apo sjellje të jashtëzakonshme. Në pamje nuk ka as hudhje të gjërave e as sulm ndaj asnjërit prej pjesëtarëve të veturës që po qarkullonte. Policia përfundon kontrollin dhe më pas udhëtarët kthehen në makinë për të vazhduar rrugën. Disa minuta më vonë, të rinjet kishin shkuar në spitalin e Mitrovicës. Atje njëri prej tyre kishte kërkuar ndihmë mjekësore me pretekstin se kishte lëndime. Sipas rregullit, kur njerëzit paraqiten në spital si të lënduar, ftohet policia. Disa policë ishin paraqitur për të ekzaminuar situatën. Policët nuk ishin lejuar të kontaktonin me viktimin. Dëshmitarët e tjerë i kishin thënë policisë se personi lënduar pretendon se plagët janë marrë nga një sulm i policisë. Dosja tregon se në konsulta me prokurorinë në spital ftohen hetuesit e IPK-s. Pas një rezistence me urdhër të prokurorisë, IPK-ja futet në dhomën e spitalit ku e interviston të lënduarin. Ai deklaron se ishte sulmuar nga policia në stacionin e urës së Bistricës. Zotëri Elçani, në mesnatën e datës 13 janar, një qytetar ka raportu se është keq trajtuar nga ana e policisë. A mundesh me na tregu çysh e keni pranuar rastin dhe çysh keni filluar me hetimet? Ne kemi kujdestarët këtu të cilët janë të graduar, që janë vazhdimsi me plane operacionale në plan, edhe e kemi pas një prurë këtu i cili ka qenë në spital. Shefi i hetimit regional më duket ka qenë kujdestar natë, edhe ka qenë në spital vetë. Informacioni ka qenë që një person i rrahun, një djalë i ri, ka ardhur i rrahun në spital. Ka pas shenja në fyt, në kam, në dorë, në diçka çështë. Sipas informacioneve që ky ka pranuar, ato kanë përdorur forcë ndaj tij, njësia speciale e cila është në Bistricë. Rruga që shkon për Koshtov, Ceraj, përpjet aty është një pikë statike për momentin, dhe lëndimet janë nga ato njësi.
Policia, unë me njëherë i kom thonë policit që ti shkon edhe këqyre verifikan situatën se si ka ndodhë, e kemi thirrë dhomën komanduse, ata i kanë në komandë njësit speciale që janë aty, kemi shku me eprorët njësive speciale, me hetusin e rastit, me IPK-n e kemi thirrë, me njëherë kemi njoftu, sepse në atë vend kemi pas një situatë ma heret, ma të ndishme, ku ka ndodhur një plagosje një qytetari serb, dhe ku ne si polici kishim dalë keq duke thonë që nuk ka ndodhur. Sepse na kanë thonë policët ashtu. Dhe ne nuk kemi besuar që ka mundësi me qenë e pavërtet ajo ku janë 20 kamera aty. Edhe ata gjithë dinë që kamerat janë. Edhe kështu që për mos me bu gabimin e njëjtë, edhe pse mediat janë nisë me na thirrën, mediat serbe këtu, ju tham që ka dalë të marrim informacione se çka me të vërtet ka ndodhur, ta verifikojmë situatën. Ata kanë shku aty atë natë, me njëherë i kanë pa që çdo gjë ka qenë rregull. Mirë po kam bet edhe me intervistu personin. Mirë po kjo nuk ka qenë pjesë e jona. Ka qenë pjesë e IPK-s dhe IPK-ja është marrë me prokuror me këtë rast. Pse është ndalë ky qytetar ose ata qytetarat natë? Pse ndalen në këto pika kontrolli? Pikat e kontrollit në veri të vendit janë me plane operacionale, çdo gjë dyshim që besohet që është dyshim ndalohet, verifikohet, është një kontroll rutinë e cila zhvillohet sikur po zonë Prishtinë që ka ndonjë plan operacional, ose shihet që është diçka e dyshimt nga policët e cilët janë duke patrullu, edhe ka arsye me të ndalë. Nëse një kerr nuk ka duke lëviz mirë rrugës edhe lëviz son të mojnë son djathtë, policia ka obligim me nal dhe me kështu çka po ndodh. Ajo pikë është pikë strategjike për neve. Ajo pikë do të jetë në stacion i policisë, ajo e Bistricës së Cerajës, e cila është nalt vjen poshtë, ajo është në stacion. Mirë po çdo gjë që është e dyshimt ndalohet, verifikohet, kontrollohet. Mirë po jo tash me përdor forcë, me përdor dhunë ndaj personave që na i ndalojnë. Departamenti i timeve, përkatësisht udhëheqësi i divizionit përkatës, të cilin e mbulon Mitrovicën në veri, është informuar nga zyrtarët policor se një qytetar ka parashtruar ankesë se është keq trajtuar nga zyrtarët policor në një pikë kontrolli. Dhe i njëjti gjendet në spitalin rajonal në Mitrovicën në pjesën veriore. Atëherë është udhëzuar udhëheqësi i divizionit së bashku me hetues të del në vendin e ngjarjes dhe të shikojë se për çka bëhet fjalë. Hetuesit e divizionit veriu pas pranimit të kësaj informate kanë shku në spitalin rajonal ku fillimisht kanë pas pengesa nga stafi dhe nga prindi i ankusit. Po, ajo që ka qenë shumë e rëndësishme me ushqyrtu në këtë rast është që fillimisht nga ana e stafit, po edhe mjekut kujdestar, është tentu që të parandalohet ose të pamundsohet zyrtarëve policor, po edhe zyrtarëve të inspektoratit policor që të kenë komunikim të drejtë për drejtë me palën. Kjo mbi bazën e arsyes se pala gjendet në një gjendje jo të mirë në raport me aspektin psiqik dhe rrjedhimisht është kërkuar që mos të pengohet i njëjti dhe mos shqetësohet në raport me çështjen e paraqitjes dhe marrjes pyetje nga ana e inspektoratit policor. Unë më njëherë kam kërkuar nga inspektorati i policisë që drejt për drejt këtë lloj komunikimi ta marrin prej palës e cila ka paraqitur ankesat fillestare dhe rrjedhimisht kam kërkuar që asnjë person ndërta dhe zyrtar në këtë rast stafi po edhe mjekët mos të pengojnë punën e inspektoratit policor, përndryshe do të iniciohet procedurë penale edhe për ta, sepse kjo formë e veprimit në vetvete paraqet një formë që pengon procedurën e të provuarit dhe rrjedhimisht me qenë se pala ankuese ka qenë madhor, i njëjti këto shqetësime kam kërkuar që t'i paraqet vetë pranë inspektoratit policor. Dhe mbi bazën e këtyre autorizime, inspektorati policor më njëherë ka shku, ka hyrë brenda spitalit, ambienteve ku ka qenë duke qëndruar pala ankuese dhe ka komunikuar drejt për drejt me to, i cili fillimisht i ka paraqitur disa shqetësime se i njëjti gjatë një ndalese nga ana e policisë Kosovës është keq trajtuar, gjithsesi se ka psuar lëndime trupore në pjesën e qafës, brylit të dorës së djathtë dhe dorës së majtë, saktësisht edhe në këmbë. Përshkrimi i ngjarjes nga i lënduari nis të verifikohet nga hetimet. Prokurori urdhëron të merren kamerat e sigurisë nën stacionit. Ato tregojnë një situatë krejt tjetër prej asaj çka kishte dhënë deklaruesi. Kur është në rri me u intervistu ky person? Atë natë
personi, ankusi i referon atë gjithë një, është kontaktu, është bisedu verbalisht pa proces verbal, është pyet se ku me cilë zyrtar policor kanë qenë, ajo ka spjegu që me një pikë kontrolli tek ura e Bistricës, ka qenë me disa shok dhe ka pretendu se është përdorë dhunë fizike nga pjesëtarët e policisë të Kosovës ndaj tij edhe ndaj një shoku të tij. Po fatmirësisht hetusti i IPK-s po atë natë janë siguru me dalë tek vendi i ngjarjes ku ankusi ka pretenduar se është përdorë dhunë fizike ndaj tij dhe kanë shku, kanë vrejt që kem kamerat sigurisë, kanë bërë tërheqjen e këtyne kamerave të materialit nga kamerat e sigurisë, gjithë një me urdhër të prokurorit kujdestarit cili është morë me këtë çështje dhe qysh në ditën e parë e kem pa që nuk kem bëjmë me ndonjë përdorim force nga ana e zyrtarëve policor, po as ndonjë sjellje të pahishme të zyrtarëve policor kundrejt këtyne qytetarëve. Në fakt, në momentin që ne kemi thonë ka dalë medjave, do të më shku pak ma ka dalë, ma qetë, ta shohim se çka me të vërtet ka ndodhur, ne kemi një komunikim shumë mirë me mediat këtu, edhe kemi treguar që ndoshta nuk është pa shkrejt qysh po thotaj. Për arsye se fillimisht kemi thonë kërkojmë kohë me shikues, ka kamerat kanë qenë duke punu, edhe ata e kanë pas seriozitetin tonë. Kështu që gazetar për shkak ka pas rast ku na kanë thonë që në momentin që e kemi parë reagimin e hetusit aty që thotë ka dalë, du të më shku ka dalë për me tregu se çka me të vërtet ka ndodhur, ta kemi ditë që nuk ka krejt çush po thuhet. Po e jona nuk është me debatu çka ka thonë ai, çka ka thonë ky. Jona ka qenë shumë e rëndësi me faktu ato çka ka ndodhur, duke ditë që janë edhe kamerat. E jona ka qenë momentin që kemi pranuar informacionin, çka me vepru, si me vepru. Me njëherë kemi shku te vendi atje, kemi njoftuar me njëherë IPK-n, kemi shku me IPK, me hetus, në konsultim me prokuror, dhe me thonë ne kemi qenë të interesum me ndryqu të vërtetën. Kur gjë tjetër. Unë pasi ja kom dhënë autorizimet në raport me sigurimin e provave, të njëjtit kanë kërkuar nga ana e njësive tjera përcjellëse që të sigurohen videoincizime se në vendin ku është ndalu ky qytetar, gjithsesi që nga momenti kur është ndalu automjeti e deri tek pjesa kur është liru për me vazhdu rrugën e tij, e gjithë ngjarja është e mbuluar me kamera. Kjo kamerë ka pasur mbulueshmëri të tërësishme të rastit dhe rrjedhimisht pas saj unë kam kërkuar që këto videoincizime të sigurohen dhe të njëjtat janë siguruar nga ana e policisë. 2 ditë më vonë me urdhër të prokurorisë dhe në prezencën e një avukati, ankusi riintervistohet. Ai në deklarat përsëri pretendon se është sulmuar ai dhe një bashkëudhëtar i tij. Që ditën e parë, para deklarimit të tij në cilësinë e ankusit, e kem po videoincizimet, që nuk kem bëjmë as pak me një keq trajtim apo sjellje të pahishme. Ne kemi intervistuar ato në cilësi të dëshmitarit të ankusit. Ajo është deklaruar mbi pretendimet e tij se në kohën e caktuar, datën e caktuar dhe vendin e caktuar, zyrtarët policor të policisë së Kosovës kanë ushtruar dhunë ndaj tij, po ashtu edhe ndaj një shoku të tij. Edhe me materialin, fjalë me deklaratat është njoftuar prokurori i çështjes. Në ndërkohë me urdhër të prokurorit Prekazi, IPK urdhërohet që palës dhe avokatit e tij të shfaqen pamjet e kamerave të sigurisë, me kërkesë që të gjendet momenti kur policët e kanë sulmuar. Është ballafaquar me video, i ka pa ato, e keni pyetur se në cilin moment sakt çka ka ndodhur konkretisht? Qytetari është ballafaquar me video, është ballafaquar pas 2 ditë masi është intervistuar. Krejt kjo 2 ditë ka rrjedh për shkak kërkesave të qytetarit sepse derisa të jetë i gatshëm mentalisht dhe fizikisht që të intervistohet nga ana e hetuesve të inspektoratit, kur është ballafaquar me videoincizimet kur ka pa, atëherë qytetari ka kërkuar ndjesë për veprimet të cilat i ka bërë. Dhe mbi bazën e kësaj, pasi që është marrë në pyetje në prezencë të avokatit mbrojtës të angazhuar sipas vullnetit të tij, i njëjti është marrë pyetje nga ana e inspektoratit policor, ku gjatë deklarimit, gjithsesi marrës pyetje, janë shfaqur dhe videoincizimet dhe është ballafaquar me këto videoincizime dhe është pyet, na tregon se në cilën pjesë ke pranuar këto lëndime, na tregon se në cilën moment zyrtari policor
ka godit, siç ka pretenduar me armë njërin prej bashkëpunëtorëve të tij, por që në asnjë moment nuk ka arritur që të vërtetojë një fakt të tillë. Në njëjtën kohë është arrit ajo që të vërtetohet, për cilën edhe deklarova paraprakisht se zyrtarët policorë nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim, gjithsesi nuk kanë dalë asnjëherë jashtë autorizimeve të tyre ligjore. Në zonën e njohur si ura e Bistricës, njëri nga komuniteti serb kishte denoncuar se policia e kishte sulmuar fizikisht. Ngjarja ku ai pretendon se ishte sulmuar ishte e filmuar nga kamerat e sigurisë. Analizimi i materialeve shfaq një realitet tjetër. Ankusi i përballur me pamje pranon se kishte denoncuar rrejshëm ngjarjen. Ankusi, qytetari, ka pranuar gabimin e tij, ka kërkuar falje hetuesve të Inspektoratit Policor Kosovës, ka kërkuar falje për pjesëtarët e Policisë të Kosovës, të cilët kanë deklaruar rrejshëm, ndërsa qëllimin nuk e ka cek pse ku ka dashur me dalë me këtë deklarim të rrejshëm, por sidoç tjetër ai do t'i bart pasojat ligjore lidhur me këtë deklarim të rrejshëm. Prandaj, kur është ballafaqur me këto prova, me këto fakte, i njëjti ka pranuar çështjen se i njëjti ka bërë lajmërim apo kallëzim të rrem, ka pranuar se sipas tij, pas ngjarjes kur e ka ndalë policia, i revoltuar nga kjo ndalesë apo rrethana të tjera të ngjashme, ka dashur që të lajmërojë një rast ndaj zyrtarëve policor dhe rrjedhimisht mbi bazën e këtij të deklarimi rezulton se i njëjti ka kryer veprën penale për çka dhe prokuroria e shtetit pas ndërmarrjeve të tjera të veprime të tjera hetimore, do të shqyrtoj edhe rrethanat për arsye, gjithsesi motivin i cili ka shtyr për me paraqit një rast të tillë penal, për të njëjtën kohë do të tentojmë që të sigurojmë edhe prova mbi bazë të cilat do të vërtetohet se nga kanë ardhur ato lëndime, të cilat i ka prezantuar dhe që kanë qenë vizualisht të pamura. Pasi që ne i kemi shqyrtuar gjitha këto prova, këto rrethana, mbi gjitha videoincizimet, unë me njëherë kam autorizuar në Inspektoratin Policor që të iniciohet procedurë penale për lajmërim apo kallëzim të rrem ndaj palës e cila ka bërë një lajmërim të tillë, i cili është vërtetuar në tërësi se është i rrem. Sipas ligjit ndaj ankusit Vukashim Blazhić, IPK ka ngritur kallëzim për deklarim të rrajshëm. Ne kemi kontaktuar me të, por ai ka thënë se nuk dëshiron të flasë rreth kësaj ngjarje. Ne atë kemi pyetur edhe për deklaratën e babait të tij, por ai ka thënë se asaj nuk dëshiron të flasë. Halo, gospodine Blažević, izvini, bio sam na sastanak, morao sam da izlazim iz sastanka. Moje poštovanje, kako se zove, ja sam kada vam kažem sad, probudio sam se, vidio sam poruku, čuo sam se sa svojim advokatom, rekao mi je advokat da ne dajem, zvali su mi naši novinari, rekao je da našim novinarima ne dajem intervju i pitao sam sad za vaše novine, rekao mi je ništa da ne bi napravio problem sebi pošto je suđenje u toku, toliko mogu da vam kažem. Da, znamo. A šta beše sa tvojom ocem? Može on da nas nešto kaže oko deklaraciji koju je dao Kosovo online? Ne, kako se zove, advokat je rekao i meni i tati kad smo bili na sastanku, i tebi i da ne tati. dajemo. Shikues të nderuar, pamjet filmike të kamerave të sigurisë na kanë dëshmuar se një denoncim për dhunë policore ishte jo i saktë. Lajmi se të rinjët ishin maltretuar është transmetuar në një varg mediash në Serbi. Ato edhe pas lajmërimit se prokuroria e ka holumtuar deri në fund dhe nuk ka gjetur dhunë, vazhdojnë ta mbajnë lajmin në faqet e tyre, pa vendosur shënim se denoncuesi kishte kallëzuar rrejshëm. Ky rast na dëshmon edhe një herë se përdorimi i teknologjisë dhe kamerave të sigurisë është i domosdoshur për punën e institucioneve të sundimit të ligjit. Ne do vazhdojmë të raportojmë për secilin denoncim që vjen nga brutaliteti policor apo edhe për situata të ngjashme.